Fotografitë dhe ankesat për gjendjen aktuale në klinikën e pediatrisë në QKUK e rikthyen në qendër të debatit gjendjen shëndetësore publike në Kosovë. Edhe pse në vitet e fundit janë investuar miliona euro në investimin e disa prej klinikave, pacientët kanë vazhduar të raportojnë për probleme me infrastrukturën, trajtimin dhe higjienën. Në këtë epizod të podcastit 5 pyetje do të flasim me gazetaren Saranda Ramaj, magjistre e politikave dhe menaxhimit shëndetësor, nëse rasti i fundit në klinikën e pediatrisë është vetëm një rast i izoluar apo është një tregues se sistemi shëndetësor po përballet me sfida më të mëdha. Përshëndetje dhe mirëseardhje zonja Ramaj. Faleminderit për ftesën. Atëherë, pas zhvillimeve të fundit me ankesat për klinikën e pediatrisë në QKUK, si do ta përshkruanit ju gjendjen e spitaleve në QKUK? A është këtë rast vetëm për një problem të izoluar apo është një tregues që vërtet sistemi shëndetësor ka probleme të mëdha? Do të thotë fotografia e publikuar në rrjetet sociale pastaj që mori një viralitet, besoj të merituar. E mori këtë viralitet pikrisht për shkak që problemi është më masiv, nuk është një fotografi e veçuar që një prind i një fëmije ka postuar, por besoj që shumë pacient, shumë prindër të fëmijëve, po jo vetëm prindër të fëmijëve, sepse absolutisht problemi nuk mund të izolohet në një klinikë ose një repart në pediatri, e gjatën veten në atë fotografi. Siç ishte e parashikueshme dhe siç është e parashikueshme, nëse ne tash shkojmë në SHSKUK, në QKUK, saktësisht në secilën klinik, mundësia me gjetë një diçka që nuk funksionon qoftë në infrastrukturë, qoftë në kushtet që jo domosdoshmërisht kanë të bëjnë me infrastrukturën, por edhe me higjienën, është shumë e madhe. Pra nuk është diçka e jashtëzakonshme, por e tregon një mënyrë të funksionimit që fatkeqësisht na shpesh e kemi normalizu, shpesh të thirr që Kosova ndoshta e ka nën buxhetum aspektin e shëndetësisë dhe investimeve në shëndetësi, por asnjëherë nuk kemi tentuar mi ofru një zgjidhje sistematike. Ajo çka kur e pash atë fotografi, edhe kur e pash pastaj krejt reagimet edhe një farë revolte të qytetarëve, gjëja e parë që më shkoi në mendje ishte se si do duhet parandalohej një gjë e tillë, sepse unë nuk besoj që ato fotografi janë të mira fillimisht për sistemin shëndetësor, sepse qytetarët, të cilët sikur në çdo vend të botës, të pakten me ekonomisi Kosova, zgjidhjen e parë duhet ta kenë sistemin publik dhe fotografitë e tilla absolutisht e zbejnë pak besimin publik në sistem shëndetësor dhe kjo pa të drejtë karshi stafit shëndetësor. Po ajo që kam shkojnë në mendje, cili ndryshim sistemik do të mund të bëhej për këto vite, ose tash nëse s'është bërë deri tani në të ardhmen, që fotografitë e tilla të mos i shohim. Dhe unë u ktheva raporteve të punës të SHSKUK-s, ishte raporti fillimisht i vitit 2021 që paraqitke një aspekt çka fotografitë edhe postimi tregonte. Do thotë aty parashihej njësia për sterilizimin dhe pastrimin e shtretërve, që nuk ishte bërë në atë kohë dhe ishte dhënë një arsyetim në raportin e punës, pastaj ishte përsëritur, nuk është si objektive dhe në vitet pasuese, konkretisht në vitin 2023, dhe nuk është bërë asnjëherë deri tash në 2026. Dhe nëse do të ktheheshimi në 2021, edhe si kritik, edhe si qytetar, monitorues ose gazetar që e përcjellim, besoj që kjo çështje nuk do e merrte fakti që nuk është arrit një objektiv e tillë, nuk do e merrte atko vëmendjen publike, sepse jemi mësuar të flasim me shifra, me disa terminologji që ne i konsiderojmë të mëdha, po që në fakt ato nuk e ndreqin në ato që ka konsiderohen bazike në sistem shëndetësor, e një sistem i mirëfillt shëndetësor nuk ka asnjë logjik të flet për reforma të mëdha nëse gjërat bazike injorohen. Pra, po të ishte ajo njësi dhe po të kishte
një funksionu, procedurë, një standard të funksionimit. Ne nuk do të diskutonim për këtë çështje, ose marrja në përgjegjësi e dikujt do të ishte shumë e lehtë, sepse edhe pastaj edhe diskutimin për mosa që e ndoqëm që u inicu nga SHSKUK-ja, nëse goditet ose atakohet hallka mbase një nga më të dobtat që është shërbimi teknik, edhe kjo nuk është në adresim sistematik i problemit, sepse as shërbyesi teknik, as një infermier, as një person tjetër në SHSKUK nuk mund të vendos për diçka për cilën as nuk ka procedurë standarde, as nuk ka ndonjë rregullore. Pra, sado që ne mund ta reduktojmë problemin në një repart ose në një klinik ose tek një individ, absolutisht reforma edhe për gjëra bazike do duhet të vinte nga lart poshtë, jo të kërkoj përgjegjësia, po, nga kanë lart për poshtë. obligim të kryejnë detyrat. Përveç klinikës së pediatrisë, e cila siç e tham bë debat dhe diskutimi i gjatë, Radio Evropa e Lirë ka sigurisht edhe fotografi të tjera, siç ju po e përmendni, edhe të klinikave të tjera ku shihen mure me myk, shihen invertari ndryshkur, pa pastërti, tualete të dëmtuara, të pashfrytzueshme të tjera. Duke përcjell kaq vite sektorin e shëndetësisë, a mendoni që ka qenë problemi i investimeve jo të duhura apo i menaxhimit jo të duhur të atyre investimeve nga ana e qeverisë ose kushdo që ka investuar? Në fakt mund të jetë edhe njëra edhe tjetra, për shkak që në shumë raste, jo vetëm viteve të fundit, pra padosh me ndërlidh me emrin një qeverie, problemi i njëjtë është shoqëruar, i ka shoqëruar secilin investim. Do thotë kjo pikpyetja se fillimisht ta kryejm punët siç duhet, a përdoret ndoshta material jo i nivelit çfarë kontraktohet, dhe së dyti se si mirë mbahen këto këto investime kapitale. Një nga çështjet që kjo qeveri këto 6 vjetët e fundit e patenton si krenari më të madhe kur flet për shëndetësi, janë investimet, pikërisht investimet kapitale, të cilat ata shpesh i quajnë investime, i quajnë jo vetëm renovime, po transformime, dhe e kanë si moto klinik për klinik. Ajo çka kemi pa në këto vite është që klinikat për ne në SHKUK kanë pas nevojë për investim, kanë edhe plot klinika që ka nevojë për investim. Unë nuk jam e bindur që prioritizimi i investimeve ka ndonjë plan të saktë për prioritizime, si bëhet prioritizimi në investimin në një klinik, por pastaj edhe mirëmbajtja e atij investimit. Më kujtohet në vitin 2023 na e patëm bë një hulumtim i cili e kishte fillimisht qëllim pasurimin e gjendjes së të gjitha nyjeve sanitare në të gjitha klinikat e SHKUK-s, por nuk ishte qëllimi vetëm të dëshmohet një jo defekt, po diçka që funksionon në aspektin infrastrukturor të një qendre universitare që në secilin vend të botës është qendra elitare. Më shumë ishte se mungesa e një investimi ose një investim jo adekuat se si ndikon në komplet cilësinë e shërbimit shëndetësor, për shkak që ndërlidhja ishte nyjet nëse nuk rinovohen ose nuk mirëmbahen, ato e rrisin shkallën e infeksioneve intraspitalore, rritja e këtyre infeksioneve absolutisht do e rrit edhe kohëzgjatjen e trajtimit të pacientëve, kohëzgjatja e trajtimit të pacientëve, shkallën e shfrytëzueshmërisë së shtretërve, që është indikator shumë i rëndësishëm në shëndetësi, ajo pastaj edhe mbi ngarkesën e stafit në punë edhe shpenzueshmërinë e barit përtej planifikimit real të planifikuar vitin paraprak. Dhe aso kohën ishte thënë që ky investimin në gjitha nyjet, ku ishin ndonjë shumë e konsiderueshme mjeteve financiare, do t'i zgjidhte problemet, dhe pastaj ishte thënë që për herë të parë SHKUK-ja do e kishte investimin në nyje në modelin industrial, do të tualete industriale. Pas 2 vitesh, unë kam shku dhe kam vizitu klinikat edhe ka jashtëzakonisht pak dallim në nyjet sanitare të parinovuar në modelin që u quajke atëherë klasik dhe i të kaluar në modelin e ri. Ky është një shembull që besoj ku janë të kombinuara të dyjat. Do thotë ka investime, nuk jam i sigurt që investimet
janë bërë në mënyrë të duhur. A ka një mekanizëm, zënja Ramaj, kur kryhet një investim në një klinik, një mekanizëm që garanton mirëmbajtjen e standardeve dhe pas renovimeve, sepse shpeshherë ndodh që në klinikat e reja të renovuara, ndoshta në 2-3 vitet e fundit, të raportohen probleme të tilla. Dhe ky është problemi kryesor. Fakti është që na shpeshherë lidhem çdo gjë reformuese me ligj, që është një akt absolutisht i rëndësishëm, po aq edhe i komplikuar për tu nxjerr. Dhe besoj që për çështjet të funksionimit të spitaleve mjaftojnë procedurat standarde të funksionimit, të cilat ÇKUK-ja as nuk i nxjerr, as nuk i zbaton mjaftueshëm. Besoj që nëse vendoset standard se çka duhet të bëhet në secilin hap, jo vetëm të aspektit për shkak që ndoshta ka lëvizje në aspektin klinik, por në aspektin e trajtimit klinik të pacientëve është më lehtë sepse ka standarde ndërkombëtare që shoqatat e secilët lëmi me shkencëtarë dhe me njerëz të dëshmuar në fushën e tyre vetëm i kanë vendosur dhe këto bëhet vetëm një përshtatje në rrethonat e Kosovës, saqë është e rëndësishme që të bëhet edhe në aspektin e menaxhimit edhe procedurës se sjelljes, komunikimit, si trajtohet pasuria institucionale, por nuk ndodh një gjë e tillë, do të thotë askush nuk merret përgjegjës për faktin që infrastruktura në SHSKUK nuk funksionon mirë. Madje unë besoj që një pjesë e qytetarëve nuk e dinë edhe sepse SHSKUK e ka shërbimin teknik, të cilët absolutisht shpeshherë nuk janë duke i parë dhe ajo i evidentohet me sy të lirë, nëse në institucion ka një numër të konsiderueshëm të punëtorëve që merren vetëm me shërbim teknik dhe ti sa herë shkon e sheh që është bërë një prishje e vogël e cila nuk rregullohet dhe pastaj kthehet në të madhe, e tregon edhe pak mendsinë e menaxhimit. Është shumë problem që nuk ekzistojnë këto standarde që i përmendet ju. Për shembull, një prej rasteve që mu po më kujtohet është i para disa muajsh, unë e pata pa për shkak të një shkëputje, si isha në Kosovë, dhe pata pa renovimin e 2 klinikave vetëm në rrjetet sociale që i kishte promovuar SHSKUK-ja dhe Ministria e Shëndetësisë. 2 klinika shumë të rëndësishme që dukeshin jashtëzakonisht mirë dhe ashtu siç e kanë sloganin të transformuara. Pas kthimit, pas 3-4 muajve, kur m'ra me vizitu klinikën, m'lan përshtypje 2 gjëra. Ulset për pacient që ishin si në shumë vende të ralla të botës, në fakt nuk kam pa ndonjëherë, ishin me material të bardhë, ngjyrë të qeltë, i zhytur deri në një masë që ishte bërë i papërdorshëm, dhe material që as nuk pastrohet, as nuk dezinfektohet, absolutisht në kundërshtim me standardet e blerjes së shtretërve dhe ulseve në sistemin spitalore. Dhe çështja tjetër ishte që korridori i njërës së klinikë kishte të paktën mbase 70 ose rreth 100 shtretër të prishur. Dhe ajo gjendje vazhdoi dikun rreth 3 muaj, ku shtretërit e prishur e kishin zënë gjithë hapësiren e rinovuar dhe pastaj u dash një ngritje e kësaj çështje që ishte absolutisht banale dhe bazike në publik për t'u larguar ata shtretër. Dhe kjo e tregon pa dashur me moralizu këtë çështje, po mungesën e theksuar të ndjeshmërisë ndaj investimeve publike dhe sheh sa problem është që të bëhen disa investime të mirëmbahen edhe ato investime ta ndreqin cilësinë e shërbimit sepse në fund të ditës investimet për atë bëhen. Dhe në këtë rast, mendoni që është mungesë e vetdijes të SHSKUK-s ose njerëzve përgjegjës për gjendjen brenda, apo vetëm i lëm pas dore gjithë këto probleme që vetëm derisa bëhen publike të ketë një reagim, siç ndodhi në klinikën e pediatrisë, që vetëm pasi u bë rasti publik u pa teksa larguheshin shtretët e zhytur 10 vjetër nga klinika. Zonja Zogaj,
Për mu një prej shqetësimeve kryesore është pikërisht kjo që duhet bëhet publike diçka shumë bazike, sepse na fatkeqësisht nuk po e kemi as luksin me diskutu shumë, me bë analiza të politikave shëndetësore në aspektin reformativ, çka paraqet reforme, çka jo, po merrem ende nëse shtrati duhet me u pastru ose jo, që është gjë e vendosur moti në secilin shtet dhe mbase aty as nuk do duhej të kishte diskutim. Por problemi pikërisht këtu është sepse nuk ka një standard se si duhet të sillet stafi, qoftë shërbimi teknik, qoftë infermieror ose mjekët në situata ose edhe menaxherët në situatat e tilla. Pra problemi që na nuk kemi pothuajse për asgjë një procedurë se si duhet bëhet, na bën që shumë të merremi me individët e më pak me menaxhimin, edhe ne si media, edhe si monitorues. Nëse tash është ngritur çështja e zonjës Mehmeti nga vet ajo, besoj që ajo është adresuar siç është adresuar ajo çështje, por çfarë ka bërë ose çfarë po bën SHSKUK-ja në mënyrë sistematike që të mos përsëritet kjo situatë, unë të paktën deri tash nuk e kam asnjë hap konkret se çfarë është bërë. Dhe nëse i kthehemi për secilin problem që ne e raportojmë, dhe kjo është e keqja e sistemit shëndetësor në Kosovë, në fakt edhe mënyrës se si menaxhohet, për secilin problem që ne kemi raportuar, nëse do të ktheheshim 3 muaj pas në atë klinik ose në atë repart, situata do të ishte e njëjtë, prap do të raportonim, prap do të merrej mas për një personi që mbase është në një formë përgjegjës, por nuk do duhet ta barte përgjegjësinë kryesore për një ndryshim që në radhë të parë duhet të jetë sistematik. Si që përmendëm edhe gjatë bisedës, gjatë viteve të fundit, as vetëm të qeverisë së fundit ka pas miliona euro investime në klinikat e QKUK-s, madje Radio Evropa Lir ka kërkuar edhe intervistë me ministrin e shëndetësisë dhe drejtorin e QKUK-s për diskutu për gjendjen aktuale krahas gjithë këtyre investimeve që i prezantojnë si janë bërë, por nuk ka marrë përgjigje. A vlerësoni se këto investime që, siç e thatë ju, janë paraqitur si transformime të klinikave, kanë qenë zgjidhja e duhur për të zhdukur ose për të menjanu problemet në sistemin shëndetësor? A është në rregull të bëhen investime në kaq miliona euro dhe të ketë korridore, siç përmendën ju, me shtret të prishur? Unë besoj që investimet në shëndetësi dhe në përgjithësi reforma në shëndetësi nuk duhet të bëhet asnjëherë vetëm në një front, sepse puna një frontale nuk mund të rezultojë asnjëherë e suksesshme dhe këtë na e kanë treguar shumë shtete të tjera para nesh me historik me historik shumë ma interesant në kuptimin e funksionimit edhe të kapaciteteve në shëndetësi. Pra për mu investimet dhe për secilin qytetar të Kosovës, besoj investimet në shëndetësi janë shumë të mira dhe sa rritet buxheti për shëndetësi, qoftë për barna dhe material shpenzues, qoftë për investime kapitale ose pajisje të reja në SHSKUK, absolutisht është lajm shumë i mirë. Por a mjafton me u ble një aparatur dhe a nënkupton aparatura dhe klinika e re reformë në sistem, edhe kjo absolutisht nuk mjafton. Pra, për mu besoj që është shumë e rëndësishme që me u kombinu disa elemente, nxjerrja e ligjeve, por jo si ligji i sigurimeve shëndetësore që është vetëm amandamentuar dhe ligji paraprak nga 2014 s'ka hyrë në fuqi, nxjerrja e ligjeve që ndryshon mendësinë e funksionimit të sistemit, kombinimi me aparatura të reja dhe avancim të shërbimeve ose hapje të shërbimeve të reja që fillon pacientin me mbajt brenda sistemit, jo me largu jashtë sistemit, pastaj ngritja e komunikimit, e krejt këto elemente bashk do duhet të arrisnin kënaqësmërinë e pacientit. Nëse kënaqësmëria e pacientit në fund kur e merr një shërbim shëndetësor, nuk ka rëndësi a është shtu shërbimi, ka shumë rëndësi se si në çfarë shkalle ka kënaqësmërinë pacienti kur del prej sistemit publik. Nëse ajo nuk ka ndryshuar, ne mbase mund ta konsiderojmë lajm të mirë që janë shtu disa shërbime, por në fund të ditës krejt çu funksionon sistemi, ka mbeti njëjtë me disa shërbime të cilat po ashtu pacientët kanë nivel të pakënaqësmërisë për mënyrën si funksionojnë. Unë besoj që kjo qeveri e ka bo vetëm një drejtim, ka tentu me boj investimin në këtë drejtim që është investimi me i lehtë.
e di që mund të mbase të keq interpretohet, po investimi financiar në momentin kur parat ndahen nga qeveria e Kosovës dhe si ministër ose si drejtar i një institucionit siç është SHSKK-ja, për shkak që është autoritet i pavarur në organizatë buxhetore që ka buxhet mbi 200 milion dhe është faktor shumë i rëndësishëm menaxherial, vetëm i shpenzon duke rinovuar, por pjesën tjetër as të komunikimit, as të trajtimit e ankesës së pacientëve, e cila është problem shumë i rëndësishëm dhe që ka nevojë me u adresu matutje, sepse ndodh në vende shumë të ralla që e gjithë reforma, ose ajo që ka quhet reform, sepse mendoj që pak egzagerohet ky përdorimi i termit reform, bëhet vetëm nga lart poshtë. Do thotë një nga metodat më të mira të reformës në shëndetësi që ka rezultu suksesshëm në vende që sot kanë shëndetësi shumë të stabilizuar, është Human Centered Design që e fillon ndryshimin çka pacientit nuk i pëlqen. Dhe si është komunikimi sot i Ministrisë së Shëndetësisë dhe i SHSKK-s ose i institucioneve në përgjithësi spitalore dhe shëndetësore me pacientin, pothuajse nuk ekziston fare si komunikim. Dhe kjo më së miri vrehet nga trajtimi i ankesave, mënyra si trajtohet një ankesë në këto dy institucione. Nëse shihen ankesat, një pjesë e madhe e ankesave nuk marrin përgjigje. Për shembull, në raportin e vitit të kaluar 2025, janë diku mbi 40% që ende nuk ka marrë përgjigje, ndërsa nëse i shohim vitet paraprake, gjendja është edhe më keq, në kuptimin që nëse në 2024-ën 214 ose 200, dikun rreth 200 pacientë janë ankuar dhe janë marrë vetëm 3 masa, 2 vrejtje me shkrim, 1 vrejtje me gojë, ky është një sinjal i institucioneve që u dërgon pacientëve për të mos kontribuar në sistem, për të mos u ankuar dhe për të mos marrë pjesë, absolutisht, për të mos marrë pjesë në çdo ndryshim. Unë besoj që secila ankesë e pacientit do duhej me shti institucionin me mendu cilin ndryshim strukturor duhet me bë që natyre e tilla ankesave mos më na ardh. Ndonjëherë paknaçmëria me sjellje, ndonjëherë edhe mund të jetë ankesa subjektive, por ti si institucion tenton me dëgju zonën e tyre edhe zoni i tyre do duhet me u përkthy në çet reformën që ti e proklamon. Por nëse qytetari është komplet i shkputur prej sistemit shëndetësor, siç ndodh sot në Kosovë, dhe nëse një leadership i rrethuar, s'po flas këtu veç për një individ, po si sistem që e menaxhojnë, mendojnë që vetëm ekspertiza e tyre është një farë abstraktimi se çka ka nevojë pacienti, besoj që nuk është rruga më e mirë për ta bërë pacientin të përfshirë dhe të jetë i kënaqur me ndryshimin që po ndodh. Ndoshta perspektiva e pacientit është më realja se si është sistemi. Përveç kushteve të infrastrukturës, pacientët shpesh ankohen edhe për komunikimin, ndoshta të stafit mjekësor, për sjelljen e tyre, për lista të gjata të pritjes, që shpesh herë detyrohen që atë shërbim mjekësor në ÇKUK të detyrohen ta marrin diku në sistemin privat. Vlerësimin e juaj është që mungesë e kapaciteteve në ÇKUK apo një organizim jo i duhur i stafit mjekësor nëpër klinika? Një nga përvoja që unë kam mas shpeshti me pacient që kanë qasin sistemin publik shëndetësor, e që ndonjëherë është ironike, është fakti që ata kërkojnë nga gazetarët shumë shpesh, që e kanë një familjar në ÇKUK dhe thotë mos e njen mjekun që me ditë qysh e ka gjendjen gruaja ose fëmia ose kushta. Dhe kjo është aq kontradiktore sa që absolutisht asnjë përshtypje tjetër e pacientit ose asnjë eksperiencë në raport me sistemin shëndetësor nuk shpjegon më mirë se kjo fjali, sepse ata kërkojnë diçka që është më bazikja për një pacient dhe familjen e tij kur marrin trajtim shëndetësor. Dhe na nuk po flasim diçka si favor. Besoj që një prej problemeve më të mëdha në sistemin shëndetësor që kjo përveç që e bën pacientin në mënyrë me u ndi në mënyrë jo komode dhe familjen e tij, besoj që ndikon edhe në aspektin klinik, se shpeshherë pacientët e vazhdojnë trajtimin diku tjetër ose në mënyrë të gabuar pikërisht nga mënyra
nga komunikimi i dobët mes stafit shëndetësor dhe qasja. Do thot, unë besoj që stafi shëndetësor në QKK do duhet të ndryshonte mënyrën e komunikimit, do duhej të ishte me bashkëpunues dhe me komunikues me familjarët dhe me pacientin. Po ashtu do duhej vetë institucioni të provonte të vendoste disa ura komunikimi, çka ne e shohim në rrjetet sociale, e shohim gjithmonë një komunikim që është vetëm reaktiv. Pothuajse fare nuk kemi komunikim proaktiv të institucionit. Ka muaj që përmes një iniciative individuale jo fitimprurse, kam fillu vetëm me shkallën e furnizimit me bana me për smundje të rënda, kryesisht kancere, tumore, leukemin, dhe deri diku ndonjë mungesë dhe mund të arsyetohet për shkak që ka ndonjë arsye administrative ose shkak madhor, siç mund të jetë ndonjë krizë globale në prodhim, por ky nuk është problemi, shpesh nuk është problemi më i madh mungesa e furnizimit. Do thotë ka numër enorm të pacientëve që shkruajnë dhe pyesin a mundeni me na informu veç kur vjen bari. Po, ka mungesë të informacionit. Ka mungesë të informacionit dhe besoj që një gjë që nuk kërkon kosto financiare është fakti që secila klinik do duhej të kishte staf që komunikon me pacientin. Nëse i shohim një pjesë të klinikave funksionon, po ka shumë klinika kur para 2 viteve janë bë recepcione të cilët janë promovu edhe me pjesëmarrjen e Zotit Kurti, dhe unë sfidoj secilin zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë le të shkojnë në ora 8 në mëngjes, sepse kanë bërë një gjë të tillë, dhe le ta shohin me sytë e vet sa recepcione funksionojnë. Dhe recepcionet nuk funksionojnë sepse nuk ka aty një person që është punësu për me ndaj informata. Dhe është absolutisht i panevojshëm në një rrethon të tillë, sepse në rrethon normale do duhet ishte i domosdoshëm. Dhe krit për fond shkurtimisht zonja Ramaj, nëse do të mund veçani 3 masa urgjente që duhen merren brenda një viti në QKK, dhe kush mendoni se është përgjegjës për t'i realizuar? Një nga çështjet kryesore mendoj që është kontrolli i menaxhimit, dhe atë nuk po e mendoj vetëm kontrollin financiar, por edhe atë të vendimarrjes. Ajo që ka ndodhë në SHSKUK, që është i hapur si mundësi nga viti 2014, kur ka hyrë në fuqi ligji për shëndetësi, është mënyra si funksionon bordi i SHSKUK-s dhe raporti që e kanë me drejtorin e SHSKUK-s, dhe këtu nuk po dua të lidhem me emra individual, sepse mund të ndrohen emrat kur sistemi është i njëjtë. Do thotë pjesa më e madhe e anëtarëve të bordit të SHSKUK-s, tashti edhe me keq, sepse në të kaluarën kanë qenë vetëm mjek, të cilët drejtorin e SHSKUK-s e kanë në situatë në punën e përditshme e kanë epror, ndërsa një herë ose 2 herë në muaj janë mbikëqyrës të tij. Tash për me keq janë 2 drejtar të institucioneve që drejtori aktual ka fuqi edhe me marrë masa ndaj tyre, dhe në anën tjetër ata janë mbikëqyrës. Pra është shumë e rëndësishme që të ndryshohet ligji për shëndetësi, nëse është e mundur të bëhet një pavarësim i vendimarrjes në bord, duke e ndryshuar strukturën, duke e fuqizuar edhe atë çka e diskutuam pacientët, që reflekton një hisedar shumë ma gjithëpërfshirës. Nëse nuk është një gjë e tillë e mundur, për shkak që Kosova është vend i vogël, dhe mbase nuk sistemi shëndetësor është unik, dhe mbase nuk mund ta ruaj askush pavarësinë deri në këtë mas, do duhej të përdorim modeli siç e kanë shumë vende që e përgjithësinë për secilin spital me Ministria e Shëndetësisë, pa pasur nevojë për ndërmjetës, sepse kjo po bëhet hallk arsyetuese, duke mos mundur t'ua lësh në fund përgjithësinë një ministri i cili është në fund të ditës shefi i dikasterit. Mendoj që ndryshimi i ligjit për shëndetësi është një gjë primare që duhej të bëhej. Çështja e dytë që shumicën e këtyre e kish adresu kënaqësmërinë e pacientëve është absolutisht avancimi në sistemin e informimit shëndetësor. Sot informata për çdo gjë
është informate fragmentume, jo konsistente dhe jo e unifikume në gjitha njësitë e QKUK-s, por edhe të spitaleve rajonale. Kjo do e ndihmonte që edhe ne të kemi më shumë kontroll mbi sistemin, po edhe sistemi të kishte kontroll më shumë mbi vetveten. Dhe çështja mbase e tretë, për këtë vit unë nuk kam kështu shpresë për sigurimet shëndetësore, sepse do të ishte shumë jo reale një pritje e tillë, por unë besoj që të bëhej një procedurë standarde për prioritizim të procedurave të prokurimit, veçanërisht në investime kapitale, por edhe në pajisje, për shkak që nëse sot hym edhe bëjmë një analizë të pajisjeve që deri që 2 vjet janë ble, nuk është numër i vogël i pajisjeve që janë blerë në QKUK dhe presin që të vijë një ekspert një herë në vit të përdoren, sepse stafi ende nuk ka shkuar në trajnim ose për arsye të tjera janë jashtë funksionit. S'mund t'i përdorin. Faleminderit shumë për kohën dhe bisedën, Sonja Ramaj. Faleminderit për mundësinë. Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte edhe ky episodi i kësaj jave i podcastit 5 pyetje. Shihemi dhe dëgjohemi të shtunën e radhës.